ka qenë gjithnjë godina më simbolike e sheshit Skënderbej. Banka e Shqipërisë, dikur quhej Banka e Shtetit Shqiptar, një godinë e ndërtuar nga një arkitekt i famshëm italian, Morpurgo, i cili e ngriti atë në vitin 1900, filloi në 1930, përfundoi në vitin 1938, një prej godinave më imponuese. Në vitin 2015, një tjetër arkitekt italian, po nga Roma, Petreschi, bëri shtesën e saj, duke e kompletuar sipas projektit të parë të Morpurgos. Është një prej godinave më të bukura, po unë do ty brenda saj, bën 100 vjet që është themeluar Banka e Shqipërisë, do ty brenda saj t'ju tregoj disa nga gjërat e rralla, ku përfshihet edhe dhoma e thesarit, ku fshiheshin lingotat e arit dhe ku ishte thesari i Bankës Shqipërisë. E gjithë godina ka strukturën italiane, me terrakotën e kuqe të prodhuar eksaktësisht për Bankën e Shtetit Shqiptar në Itali, me prerjet e mermerit që vjen nga kavat e Veronës dhe me kolonat kryesore, janë 4 kolona kryesore që mbajnë fasadën, që janë dhe pjesa më identifikuese e Bankës Shqipërisë. Dhe në kartmonedhat e më vonshme është shënuar. Në vitet e komunizmit ishte befasuese sepse disa nga pikturat ishin nudo, gjë që ishte e pa të zhveshura, që është e pa besueshme për sistemin komunist. E gjithë zona e derës, pra e hyrjes, është ajo që ka qenë. Është dera e hekurt e sigurisë, që është akoma po ashtu siç ka qenë dikur, mbyllet me mekanizëm me pult, është dera tjetër e cila përbëhet ende nga dorezat prej bronzi dhe me një ne i themi duralumin sot, po kjo është bronzi, pra me një profil bronzi jashtëzakonisht të bukur. Edhe këtu dera është origjinale, ndërkohë po hy në 2 nga detajet shumë bukura të bankës. E para është kjo pajisje që është 1 orë. Sot shumë veta që hynë në ambientet e punës timbrojnë kartën për të parë kur kanë hyrë, kur kanë dalë. Banka e Shqipërisë ka bërë që për vitin 1938. Është kjo pajisje e Bosellit në Itali, ku ti fusje kartën këtu, përdorje këtë mekanizëm për ta timbruar, ja ku janë dhe numrat, dhe timbroj momenti kur kështë hyrë. Kjo është pjesa më interesante, pasaj do t'ju fus tek thesari, është kasa. Është e gjitha me një mozaik spektakolar, i cili mund të jetë më i madh në Shqipëri, ndoshta më i madh se i Muzeut Historik Kombëtar, po ta shtrish, dhe me një akustik të rrallë. Nëse ti ndodhesh në mes të kasës, këtu, eksaktësisht këtu në mes, shihni se çfarë kumbimi merr zëri. E merr këtë kumbim që ti të mos kishe mundësi të dëgjoje personat e vendosur te kasa që ishin duke folur me kasierin. Pra çdo metër që unë largohem nga qendra, zëri im bëhet më pak kumbues dhe nëse jam këtu humbet fare, mos shihni se unë jam me mikrofon. Kjo është edhe godina e Bankës Shqipërisë me projektin e ri, e vjetër dhe të ri. Projekti vjetër i Morpurgos është ky këtu, me zyrat, i cili kishte edhe një rrethim të jashtëm, me 4 kolonat kryesore mbajtëse, me derën hyrëse, me 2 sistemet e dyerve këtej dhe 2 sistemet dyersh nga mbrapa. Ndërsa më pas, në oborrin e brendshëm saj u shtuan godinat e reja dhe një rrjet, një tantel xhami, e cila mbulon të gjithë pjesën e bankës. Thash dhe njerë, kjo është pjesa më interesante e bankës, çdo gjë është origjinale, që nga pjesa e mozaikut e deri tek pjesa e banakut të arktarit. Ndërkohë që të gjitha motivet rreth rrotull i takojnë punës me konceptin që puna është e vetmja gjë që nxjerr njeriu në dritë. Po vazhdoj këtej tani për t'ju treguar 3-4 detaje derisa të arrit tek dhoma e thesarit. Në këtë drejtim do ju tregoj 2 gjëra interesante. Të gjithë dyert e bankës janë origjinale, të gjitha dyert janë origjinale, me rimeso që vjen nga rrënja e trëndafilit, ndërsa në këtë drejtim do t'ju tregoj një kasafort ku mbaheshin objektet e rëndësisë së veçantë, kasaforta personale. Në një kasafort të tillë supozohet që janë mbajtur edhe dokumentet e rëndësishme të historisë Shqipërisë që ishin pjesë e koleksionit të Lef Nosit. Lef Nosi ka pasur një kaset bankare brenda Bankës Shqipërisë,
ku mbante objektet me vlerë. Rreth e rrotull janë, po e quaj mostra të të gjitha kartmonedhave shqiptare. Ja kjo kasafort, është një kasafort e veçantë, shiheni se sa është dera e saj, me 3.6 lozë ose shule, si që thoshim ne, për të mbyllur, e cila kishte brenda saj kasetat bankare, ku një i interesuar mund ta merrte dhe ta përdorte për vete. Brenda kësaj kasete, në vitin 1944, u morën dhe u konfiskuan dokumentet e Lefnosit, ku ishte dhe akti i pavarësisë së Shqipërisë. Ndërkohë që po eci për t'ju çuar tek pjesa e thesarit të shtetit, ky është një prototip se si punonte një punonjës i Bankës së Shqipërisë. Muzeu është i hapur për vizitorë që mund të vinë ta vizitojnë në çdo orë të ditës. Është shumë i rrallë, ndërkohë që pjesa e muzeut, pjesa e thesarit është dhe pjesa më misterioze. Gjithmonë është menduar që në zemër të thesarit ishte kasaforta, po hy këtej tani, këtu hyn në miksimin e ri mes pjesës së vjetër të bankës, që është kjo këtej, me pjesën e re të bankës, që është ri projektuar nga Petreski, dhe me pjesën e sipërme të tantellës së xhamit, po zbres poshtë për të hyrë në pjesën e thesarit tani. Kjo është pjesa brendshme e muzeut. Dhe këtej shkohet në dhomën e thesarit, e cila tashmë është pjesë muzeu. Por kur banka është ndërtuar në vitet 30, a ishte dhoma ku ruhej pjesa më rëndësishme e thesarit të shtetit shqiptar. Është kjo dhomë këtu, shifeni dhoma e thesarit, e cila ka mbajtur thesarin e shtetit nga viti 1938 deri në vitin 2010. Pra kjo është dhoma e thesarit. Shiheni se sa është dera e kasafortës madhe. Më mori me vete. Ka 12 hapje dhe 2 poshtë. Gjë më interesante është që dhoma është mbi 1 metër nga niveli i dyshemes, për arsye që të mos kishte mundësi të ndërtojë një tunel që të vinte dhe të futej brenda dhomës thesarit. Paktën ky është shpjegimi. Shiheni se sa është 3 plumb e plot, dhe përveç kësaj është dhe dera e dytë që nuk mund të hapej, pra duhet kalosh 2 dyer, kjo është dera e dytë, dhe ka një derë të tretë sigurie që është dera mas shpinës time, e cila në rast se dikush mund ngelej brenda dhe mekanizmi nuk funksiononte, mund të nxirre nga jashtë, do t'ju tregoj nga jashtë ku del, ndërkohë që këtu ndodhet një nga gjërat më me vlerë, është një lingot ari 12.4 kg, që në një vlerë të përafërt sot mund të jetë 1.6-1.7 milion euro, pra është kjo lingot ari, dhe rreth e rrotull ka disa nga objektet e koleksionit të Bankës së Shqipërisë. Për shembull, një prej koleksioneve është koleksioni monedhave të arit. Gjithë këto monedha janë monedha ari, që janë emetime të Bankës së Shqipërisë për serit e limituara, që nuk janë në përdorim, po janë vetëm për vlerë koleksioni. Shiheni këtu, për shembull, 500 lekëshi, pra 5.000 lekëshi prej ari, vetëm vlerën e arit, imagjinoni, prodhohen në seri prej 500 apo 1.000 kopjesh. Këto janë monedha pasaj që vinë nga vendet ndryshme të botës, nuk kanë një vlerë. Thash dhe njerë, lingota e arit, dhe këtu është koleksioni i sendeve me vlerë, jo detyrimisht ari, që Banka e Shqipërisë ka. Banka e Shqipërisë ka dhe një koleksion me bizhu, një koleksion me sende me vlerë, që nuk kanë vetëm vlerë në gramatur ari, por kanë dhe vlerë koleksioni, ndërkohë që këtu janë disa prej monedhave osmane të famshme, që janë flori dhe argjend. Pra, këtu në mes është me një kamera dhe me masa sigurie të jashtëzakonshme, lingota më e madhe, ndërkohë që dera e jashtme për të hyrë, për të dalë në rast se ti ngelesh brenda, është kjo derë këtu. Pra, në rast se dikush ngelet brenda, atëherë personeli i bankës vjen në këtë drejtim dhe hyn nga kjo derë e jashtme me shkallë që të çojnë
në pjesën e sipërme, hapet dera e sipërme dhe personi del nga pjesa që ishte lart. Kjo është pjesa më interesante e dhomës së thesarit, dhoma ku prej më shumë se sa thuajse 60 e ca vitesh është ruajtur thesari i Shqipërisë. Jam në zemër të Muzeut të Bankës Shqipërisë dhe në dhomën e famshme të thesarit të bankës.